Nën sipërfaqen e oqeanit, lëviz një mendje ndryshe nga çdo krijesë tjetër. Jo thjesht një grabiçar, por një strateg, një qenie me kulturë të trashëguar brez pas brezi. Orkat kanë dialekte të ndryshme, si gjuhë të ndryshme për çdo familje, dhe e mësojnë këtë gjuhë nga nënat e tyre. Disa përdorin teknika të veçanta gjuetie që ekzistojnë vetëm në një grup, si peshkimi në breg, ose krijimi i valëve për të rrëzuar fokat nga bloqet e akulit. Këto truke janë të mësuara, jo instinktive. Në Patagoni, një familje orkash është parë duke përdorur të njëjtën teknik gjuetie për mbi 40 vjet. Një brez i tërë që mëson nga tjetri, si një shkollë në ujore. Truri i tyre është më i madh se i njeriut, dhe përmban një zonë të zhvilluar që mendohet të jetë përgjegjëse për emocione dhe lidhje sociale. Kjo mund t'i bëjë orkat disa nga krijesat më të ndjeshme dhe bashkëpunuese në tokë. Ato ndihmojnë të sëmurët, qetësojnë të frikësuarit dhe ndonjëherë thjesht luajnë. Në të gjithë botën nuk është zbuluar asnjë rast që një ork e egër të ketë sulmuar ndonjëherë një njeri. Jo sepse nuk mundet, por sepse zgjedh të mos e bëjë. Orkat nuk mbijetojnë, ato mësojnë, bashkëpunojnë dhe ndërtojnë botë të tëra brenda oqeanit.